Ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi nga Shkodra se harta regjyqësore nuk është shfrytzuar ende në gjithë potencialin e saj dhe se rishikimi do të bëhet pasi plotësohen të gjitha gjykatat me gjyqtarët përkatës. Ky vendim i përket KLG-s që do të merret vitin e ardhshëm. Harta gjyqësore rishikohet nga Këshilli i Lartë i Gjyqësor në çdo 5 vjet. Unë besoj që ne ende nuk kemi përdorur të gjitha potencialet që ajo na ka krijuar. Duhet të shikojmë se si pasi të mbushen vakancat, pasi të plotësohen të gjitha gjykatat me gjyqtarët përkatës, pasi të kenë ambientet e tyre, pasi të kenë sistemet e automatizuara, atëherë besoj që mundet të shikojmë edhe se si të rishikojmë dhe njëherë hartën gjyqësore au shërben ajo më mbi qytetarëve. Por në radhë parë njëherë kjo hartë që kemi duhet të optimizohet në maksimalitet. Ministri u ndal tek zvarritja e çështjeve, duke shpjeguar se aktualisht janë rreth 130.000 çështje në proces. Ndryshe thot raporti i KLG, që flet për një mosrakordim shifrash, pasi thot që janë 150.000 çështje dhe vendimi për një qytetar shkon deri në 12 vite. Një nga gjërat që po bëjmë me Këshillin e Lartë Gjyqësor është pikërisht standardizimi i statistikave, që ne t'i lexojmë çështjet njësoj, sepse shifra që kemi ne është diku ka 130.000 dhe ajo çfarë po shohim është një tendencë dhe një plan serioz nga i gjithë sistemi i drejtësisë për t'u ballafaquar me vonesat që janë shkaktuar për shkak të mungesës së gjyqtarëve. Fatkeqësisht gjysma e magjistratëve tanë nuk ja dolën provës së integritetit dhe ai numër po plotësohet me gjyqtar, magjistratë të rinj, prokurorë të rinj, kështu që besoj që në ditët dhe në muajt në vijim ne do të shohim hapa konkret për këtë sfidë të vërtet që është jetëgjatësia e një çështje në gjykat dhe trajtimi i tyre me shpejtësi. Gjykata e lartë ka dhënë një shembull shumë të mirë besoj në uljen e stokut të çështjeve të prapambetura dhe atë duhet ndjekin të gjitha gjykatat e tjera dhe besoj që do t'ja dalim. Trajtimi i çështjeve të prapambetura dhe stoku i çështjeve të patrajtuara është një problem jo vetëm shqiptar, është një problem evropian. I pyetur nëse jepet drejtësi me standarde të dyfishta, ministri i drejtësisë Gogu theksoi. Standardizimi dhe standardi evropianit të drejtësisë është thelbi kryesor i reformës, duhet ta sjellim atë standard në çdo sallë gjykate, në çdo shërbim që ne i ofrojmë qytetarëve. I pranishëm në Universitetin Luiç Gurakuqe e zhvilloi një bashkëbisedim me studentë të Fakultetit të Drejtësisë, ku foli për lidhjen mes aksesit në drejtësi dhe integrimit evropian. Ne kemi fatin të kemi student cilësor, kemi fatin që të punojnë shumë dhe ta shohin integrimin evropian edhe si një mundësi të tyre për të rritur profesionalisht. Fakulteti i Drejtësisë gjithashtu ka punuar në këtë drejtim, sepse në bashkëpunim me Universitetin e Selanikut, Universitetin Aristotel, ka hartuar një program studimi lidhur me juristët dhe integrimin evropian, pra legjislacionin dhe praktikat e integrimit evropian në mënyrë që studentët tanë nesër, kur të jemi pjesë e familjes së madhe europiane, pra të jenë të përgatitur si juristë europian. A janë këto pritshmëri të qytetarëve të para 10 viteve të takuara sot nga kjo reformë? Natyrisht dëshiroj ta mbyll duke thënë që i gjithë procesi i integrimit kërkon një klimë konstruktive politike. Europianizimi i vendit, antarësimi i një vendi në Bashkimin Evropian është ushtrimi më i mirë që një vend që vjen nga një kulturë totalitariste, siç është Shqipëria, të mund të bëj për të ngritur institucione të pavarura, demokratike, transparente në shërbim të qytetarit. Nuk kemi ushtrim tjetër sot në botë, me sa di unë, që ti të mundet të modernizosh një shtet duke sjell nga njëra anë të mbrosh të drejtat e njeriut dhe nga ana tjetër të ruash sigurinë e qytetarëve të tu. Dhe thënë këtë gjë, unë jam në Shkodër sot për të parë si punojnë shërbimet që ofron shteti shqiptar, ndihma juridike falas, si i shërben ai qytetarëve, apo u shërben apo jo, çfarë mund të bëjmë më mirë, si po zbatohen vendimet e gjykatave dhe përmbarimi shtetëror po bën punën e vet. Si po integrojmë njerëz mbrapsht në shoqëri përmes shërbimit të provës për shkak të një gabimi që mund të kenë bërë në të shkuarën e tyre dhe mund të vazhdojnë jetën e tyre normale në shoqëri.